Për Gjamadan rritu dhe ca mot, si fëmi ndoshta ti bëshet. E ka vesh të shqipëri shëria, i e nga dhe qamërisë, e kusë. Ma jep Gjamadanin, ma jep sot, më të mirin që se ke në botë, se janë tri me shkuar, 3 milion. Rejte në një dashuri, dashuri për lirisë. Gjamadani mira mi, në më shkon një flamur, jetoj ku qezi. Hey, ku qezi, orë i Shqipëria, këtu është Kosova, e Shqamëria. Hey, ku qezi. Bashkë beli, sot rritem trima, i shkrepona me
E nderuar drejtoresh e shkollës, zonja Shkëlqime Bekteshi, të nderuar përfaqësues të institucioneve, të dashur kolegë mësimdhënës, të respektuar prindër, nxënës, bashkëvendas e mysafir të nderuar. Me emocion të thellë dhe respekt të veçantë, kam kënaqësinë t'ju përshëndes sot në këtë ditë të shënuar kur kremtojmë 80 vjetorin e shkollës sonë, shkollës fillore Gjergj Kastrioti Skënderbeu në fshatin Sërbic të qytetit të Kërçovës, një emblem e dijes, përkushtimit dhe përparimit të brezave të tërë. Kjo shkollë e ndërtuar me vizion në vitin 1945 lindi nga dëshira e madhe në një kohë kur drita e arsimit ishte më e nevojshme se kurrë. 80 vite janë shumë, ata përfaqësojnë gjenerata të tëra nxënësish që morën hapin e parë drejt dijes në këto korridore, që u edukuan me vlera dhe që u formësuan nga përkushtimi mësimdhënësve tanë. Kjo shkollë ka qenë dhe vazhdon të jetë shtyllë e identitetit dhe krenarisë së këtij fshati. Në momente të rëndësishme si këto, do të dëshiroja të ftoja për një fjalim përshëndetës drejtoreshën e shkollës sonë, zonjën Shkëlqime Bekteshi, një udhëheqëse që me përkushtimin dhe punën e saj vazhdon ta udhëheqë këtë institucion të shenjtë të dijes. Të dashur nxënës, të nderuar prindër, të nderuar mysafir, të nderuar kolegë drejtor, të nderuar udhëheqës institucionesh, e nderuara bashkësi lokale e fshatit Sërbis dhe fshatrave përreth, të nderuar imam dhe gjithë ju të pranishëm, pa mos dashur të leanësh askënd, ju faleminderoj të gjithëve për prezencën dhe mirë se keni ardhur në këtë manifestim jubilar të shkollës tonë, e cila sot shënon 80 vjetorin e haprimit shqip. Dhe nga ky institucion jam shumë e bindur se ka ndalë gjenerata të sukseshme në shumë sfera dhe në lëmije, si në shkencë, histori, teknologji dhe shpresoj dhe në të ardhmen të nxjerrim po kështu gjenerata të suksesme, të cilët do të vazhdojnë misionin e nisur nga të parët tanë. Unë që të mos humbim kohë, nuk dua ta zgjas shumë për sukseset dhe arritjet gjatë këtyre viteve shkollore, do t'ua lë të flasin vetë nxënësit, në vazhdim do t'i ndjekim një program të përgatitur nga ato dhe nga arsimtarët të cilët me shumë përkushtim janë munduar që të sjellin diçka ndryshe këtë vit jubilar. Dhe njëherë ju faleminderit për pjesëmarrjen dhe na ndiqni në vazhdim me programin. Faleminderit e nderuar drejtoresh, po ashtu shprehim falënderimet tona për kryetarin e komunës sonë, zotin Fatmir Dehari, i cili ka mbështetur dhe vazhdon të mbështesë zhvillimin e arsimit në qytetin tonë, duke kontribuar në krijimin e mundësive më të mira për të rinjtë tanë. Nga Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve në Shkup, kemi kënaqësinë të dëgjojmë edhe fjalën përshëndetëse të zotrit Besnik Rameti, udhëheqës i Departamentit të Historisë pranë këtij instituti. Zonja dhe zotri, e nderuar të nderuar veteran të arsimit, profesoresh, arsimtare, udhëheqës, imam, ju fshatar të fshatit Kastriot, sepse kur e ndëgjova vetë, jo që kemi ndëgjuar sot, ndryshova për të kuptimin për të thënë fjalët të mia ne si historian që kemi përgjithësi morale dhe njerëzore, sepse ajo që më është prekur çdo herë tek ne shqiptarët është posaçërisht sondimet shumë shekullore të sonduesve dhe posaçërisht atyre slab. Dua ta lidh posaçërisht nga informacionet duke falendëruar Bekim Adinin, i cili e përkushtim angazhohet dhe do të përkrahim një iniciativë që në 100 vjetorin, domethënë, të bëhet një monografi për fshatin, domethënë Kastriot. Gjithashtu ajo që më preki mua është se që nga themelimi i mbretërisë sërbe, kroate dhe slovene dhe nga projekte megaloideve të mëdha të krijuar si në Shardania e Sërbisë, të cilët që nga koha e mbretërisë sërbe, kroate dhe slovene 1918 për të bërë asimilimin e popullatës shqiptare, kanë punu arsimtarë të cilët edhe kanë themeluar këtë shkollë në këtë vend
sipas informacionit në vitin 1925, ndërsa funksionimi i saj ka qenë në vitin 1927, ku mësimi është mbajtur në gjuhën sërbe. Arsyeja kryesore ka qenë që mësimet dhe të jenë në gjuhën sërbe për asimilimin e popullatës duke ndryshuar edhe mbiemrat e vetë, sikur që e ka edhe emrin sot fshati i Serbicë. Andaj, një ngjarje tjetër që më preku, domethënë në këtë pjesë, posaçërisht me fillimin e luftës së dytë botërore dhe posaçërisht në vitin 1941 pas 6 prillit, domethënë deri më 17 prill, ky territor, domethënë kjo pjesë, ky fshat i ka takuar, domethënë në atë kohë, domethënë Italisë fashiste, e cila ka pas sundimin. Mirë po, qarku i Tibrës në sundimin të cilë ka pas, duke falendëruar Ministrinë e Arsimit të asaj kohe në Shqipëri, Ernest Kuriti, i cili ka dërguar arsimtarët shqiptar për të mësuar dhe për të përhapur gjuhën shqipe që në vitin 1941. Është e vërtet se funksionimi i kësaj shkolle fillon, domethënë pas përfundimit të luftës së dytë botërore, me vendimet të cilat janë marrë nga Ministria e Arsimit në vitin 1945 dhe 1946, e cila ka funksionuar si shkollë ku sot feston domethënë 80 vjetorin e mësimit dhe gjuhën shqipe në këtë vend. Andaj në këtë pjesë, çështja më e rëndësishme është kënaqësi kur nga këto fëmijë, këto gjenerata, të cilët këndon himnin sepse e ardhmja e kombit ton janë posaçërisht ato fëmijë. Ajo të cilët çdo herë na është bërë padrejtësi është dhuna dhe mospunësimi i shqiptarëve në këto vende, duke bërë jetën më të vështirë, çështjen sociale, ku për fat të keq ne, shumica e banorëve nuk janë këto. Dhe sot, në çdo shkollë të fshatit Kërçov, po edhe në Shkup, edhe në Tetov, edhe në Gostivar, edhe në Struk, është mungesa e nxënësve të cilët kanë marrë rrugën e mërgimit dhe një gjysmë shkolle kemi jashtë atë dheu dhe jashtë kësaj shkolle, të cilët sot ka këto nxënës, por edhe aq nxënës ka jashtë vendit tonë. Andaj, në këtë përvjetor, duhet të shpreh urimet më të sinqerta, posaçërisht duke u përkulur ndaj çdo arsimtari, çdo profesori i cili ka dhënë mundin më të madh për të ngritur dhe për të frymëzuar rrugën e dijes, sepse do ta përsëris, e keni dëgjuar, thot Sami Frashëri, ideologu më i madh i kombit shqiptar, thot nëse do të mbjellish për një vit, mbyll gru dhe mesë. Nëse do të mbyllish për gjithë jetën, mbyll arsim dhe kulturë. Andaj, me sakrificën për të gjithë ato arsimtarë që nuk janë në këtë botë, për të gjithë ato veteranë, të gjithë ato njerëz që i kanë kontribuar për të mbajtur gjallë këtë frymë dhe për të kënduar këtë himn dhe për të mësuar gjuhën shqipe, duhet ta përfundoj me fjalën Nuk shin hotit, për vuajtjet tona. Thot, e thash një fjalë shqipat dhe kërkova një dal kom, kërkova një njerëz Shakespeare. Lipa penin e tij për të përshkruajtur vuajtjet e popullit tim tragjik, i lashtë sa vetë Ballkani, i vendosur para botës greke, para pushtimeve romake, dingjeve slave që edhe sot mbijeton robrin. Atëherë i thash vetës vetëm një emër shqiptar, urime. Faleminderit i nderuar për fjalët për plot histori dhe vlera. Gjithashtu kemi nderin që në mesin tonë do kemi prezent zotin Beadim Ballazhi, ish drejtori i shkollës sonë, i cili me përkushtim dhe vizion e drejtoi këtë shkollë në një kohë sfiduese, duke lënë gjurmë të pashlyeshme në shkollën tonë. Faleminderit për ftesën. Koha është që flasim shumë lirshëm, por koha e kaluar ka qenë shumë e vështirë. E vështirë ka qenë edhe mësimi, por edhe aktivitetet që kemi pas në kohën 91 e këndej, sa kom qenë në drejtura. Shkolla jone kishte emrin Liria dhe me iniciativë të kolektivit dhe me referendum e kthym emrin në Gjergj Kastriut të Skënderbeut, por sot të festojmë 80 vjetorin e shkollës, por edhe ditëlindjen e Skënderbeut 620 vjetorin. Unë me një vërejtje të vogël do t'i paratitesha kolektivit, se sot festojmë 80 vjetorin jo të fillimit në gjuhën shqipe, se në gjuhën shqipe kjo shkollë ka filluar të punojmë 20 shtator 1941,
gjua shqipe nuk neglizhohet, kushdo që të jetë, kushdo që ta ketë, ajo është gjuhë anëtare dhe ne kemi filluar të mësojmë atëherë. Dhe dhjetori është fillimi i 7 vjeçares në gjuhën shqipe në këtë shkollë, 7 vjeçare e cila është shkolla e parë në gjuhën shqipe në nivel të Republikës Maqedonisë. Në atë kohë, duke sipas të ndjerit në Xhatabazi, kanë qenë 3 shkolla 7 vjeçare, mandej kthehen 8 vjeçare, ka qenë shkolla e Shërbicës, një shkollë në Struk edhe një në Tetov. Tjerat kanë qenë gjitha 4 vjeçare. Mandej janë shndruar në 7 vjeçare. Prandaj ne sot festojmë 80 dhjetorin e fillimit të 7 vjeçares. Natë përmendi edhe paraforsi nga Instituti Trashëgimisë se atëherë kanë vënë themelet gjuhën shqipe në 7 vjeçare. Kjo shkollë do të funksionojë gjithmonë, tash bën 9 vjeçare, por nuk duhet të harrohet se nuk u përmend sot se është shkolla e parë në gjuhën shqipe në nivel të Republikës Maqedonisë. Ka të jeshme edhe për tashme. E kemi në morin e shkollës edhe plakën për kujtimore, që shoh se neglizhohet, kalohet dhe nuk harrohet të lexohet. E shoh një parollë që njëse erdhët në shkollën të vjeçare në fshatin Serbisë në nivel të Kërçovës. Nuk është në nivel të Kërçovës, është në nivel të Republikës. 2 fjalë për manifestimin e shkollës, emrit të shkollës. Për të ndruar emrin e shkollës nuk ka qenë lehtë. Nuk ka qenë lehtë. Sot është lehtë të flasim, por nuk ka qenë lehtë të veprohet atëherë. Me përkushtim, me vetmohem, me punë të paludhshme, me punë të pafrikshme, kolektivi komplet ka qenë që të ndrua emri dhe me ndryrimin e emrit e prom edhe bustën e Skënderbeut në nivel të Republikës Maqedonisë e para që ka ardhur në këtë shkollë, edhe në nivel të, më tha atëherë një profesor, se në nivel të Ballkanit është busta e parë. Në Ballkan përveç Shqipërisë nuk ka pas bustë Skënderbeut në këtë tërve. Unë uroj të festoni edhe 100 vjetorin në markimin në vjetë, por uroj të festoni edhe 100 vjetorin ju që jeni këtu sot. Faleminderit. Faleminderit i nderuar zoti Beadin Ballazhi, fjalët tuaja për vitet e kaluara ishin një dëshmi e lidhjes së fortë që mbetet midis njeriut dhe shkollës që i ke shërbyer me zemër. Në këtë përvjetor dua të veçoj me një respekt të veçantë edhe figurën e gruas në arsim, e cila ndër vite ka dhënë kontributin e pazëvendësueshëm në ndërtimin e shoqërisë sonë. Gruaja në arsim ka qenë përherë modeli i durimit, i dijes dhe përkushtimit. Një ndër ato figura që ne njohim është mësuesja Hajrie Zenku, e cila për shumë vite dha zemrën dhe shpirtin në këtë shkollë. Ajo mbetet shembull i gjallë i gruas që me dije, me urtësi dhe me vendosmëri ka ndikuar në edukimin e qindra nxënësve dhe në forcimin e rolit të mësuesit në vendin tonë. Sot ne nuk festojmë thjesht një numër. Ne festojmë jetë të prekura, zemra të ndriçuara, ëndra të mbjellura dhe suksese të arrira. Ne përulemi me nderim përpara themeluesve të shkollës, përpara atyre që me punën dhe përkushtimin e tyre, me shumë pak mjete, por me shumë shpirt e ngritën këtë vatër arsimi. Ne i kujtojmë me respekt të veçantë të gjithë ata mësuesit e brezave, shumë prej të cilëve nuk janë në mesin tonë, por gjurmat e tyre do të jenë të përjetshme në kujtesën dhe sukseset tona. Është një përvojë e rrallë dhe jashtëzakonshme që të rritesh në një shkollë dhe më pas të jesh pjesë e stafit që vazhdon të ndërtojë të ardhmen e saj. E ndjejmë si një detyrë të shenjtë dhe si një nder të madh që tashmë jam pjesë e ekipit që vazhdon misionin fisnik të këtij vendi. Kjo shkollë ka historinë e saj të lavdishme, që nga hapat e parë të themelimit e deri tek sfidat që ka kapërcyer me një përkushtim të palëkundur ndaj dijes e deri tek suksesi i sotshëm ku nxënësit tanë na bëjnë krenar brenda dhe jashtë vendit. Të dashur të pranishëm,
Kjo ditë na kujton edhe përgjegjësinë tonë si mësues, si prindër, si qytetar, ne kemi për detyrë që ta ruajmë, ta mbështesim dhe ta zhvillojmë edhe më tej këtë shkollë të shenjtë të dijes. Të dashur nxënës, mbani gjallë ëndrat tuaja, punoni fort dhe mos harroni kurrë se çdo ditë që kaloni këtu është themeli i asaj që ju do të bëheni nesër. Mbi të gjitha, kjo ditë është edhe për të falënderuar të gjithë ata që kanë kontribuar në këtë shkollë dhe prandaj është momenti të ftojmë zëvendës drejtoreshën e shkollës sonë, zonjën Ajshe Zenku, të ndajë këto mirënjohje. Ftojmë zotin Ramazan Selimi, i cili ka kontribuar në ngritjen e bustit të Skënderbeut të marrë mirënjohjen. Faleminderit i nderuar. Ftojmë zëvendës kryetarin Dritan Bekteshi nga Organizata Humanitare Kalliri i Mirësisë Kërçov, donacione humanitare në mjetet shkollore për nxënësit. Efendi Zotri Arif Skenderi, imami i fshatit Serbisë, për donacione humanitare në mjetet shkollore dhe mjete financiare të nxënësve gjatë ekskursioneve. Restorant Dardania, Zoti Kastrioti Seini, donacione humanitare në mjetet shkollore për nxënësit. Zoti Mexhait Iljazi, dhurata për nxënësit gjatë vitit të ri. Zoti Naser Bekteshi për mbështetjen teknike. Zotri Afrim Osmani FMX për mbështetje teknike. Zotri Ilir Ramadani, televizioni Uskana për mbështetje teknike. Dhe Ylli Ajroja për mbështetje teknike. Faleminderit të nderuar. Kjo shkollë e vendosur në zemër të fshatit Serbisë nuk është thjesht një ndërtesë, por një tempull i dijes ku janë rritur brezat e të nxënësish me vlera, kultura dhe dashurinë për atë dheun. Sot është koha që të jemi edhe më shumë krenar për arritjet e nxënësve tanë, të cilët janë dëshmi e suksesit dhe përkushtimit të këtij institucioni. Ata kanë fituar çmime të rëndësishme në garat komunale, regionale dhe republikane. Po shkoha të ftojmë zonjën Shkollqime Bekteshi të ndajë lëvdatat për nxënësit tanë. Ftojmë nxënësen Anesa Bekteshi, nxënëse e gjeneratës gjatë vitit shkollor 2023-2024. Nxënësi Lorik Kadriu, nxënës i dalluar për vitin shkollor 2023-2024. Nxënësja Ardita Zenku, vendi i parë në garat republikane bibliotekistët e rinj viti 2024. Gjithashtu, vendi i tretë në garat regionale Eltam në gjuhën angleze. Nxënësja Ylza Ballazhi, vendi i parë në garat regionale Eltam në gjuhën angleze.
Gjithashtu kemi nderin të shpallim nxënësin e gjeneratës për vitin shkollor 2024-2025, Ardita Zenku. Suksese të gjithave. Në këtë udhtim 80 vjeçar, shkolla jon ka përballur sfida të shumta, por gjithmonë ka ecur përpara fal përkushtimit të mësuesve, mbështetjes së prindërve dhe zellit të nxënësve. Shkolla jon shpreh mirënjohjen e tyre edhe për arsimtarët si arsimtarja Emine Lutfiu, mentore vendi i parë në garat rajonale Eltam, gjuha angleze. Arsimtari Besnik Zenku, mentor për garat republikane bibliotekistë të rinj në vitin 2024. Arsimtarja Lauresha Ahmeti Zenku, udhëheqëse e grupit të valleve. Le të vazhdojmë të kultivojmë dije, vlera dhe kulturë për të nxitur brezat e rinj drejt suksesit. Faleminderit. Ky përvjetor bëhet edhe më i veçantë sepse përkon me 620 vjetorin e lindjes së heroit ton kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu, emrin e të cilit e mban me krenari edhe shkolla jon. Figura e tij na ka frymëzuar brez pas brezi me guximin, urtësinë dhe dashurinë për atë dheu. Në këtë ditë festive, nxënësit tanë kanë përgatitur disa pjesë artistike që sjellin në skenë fillimet e jetës së Skënderbeut, fëmijërinë, edukimin dhe hapat e parë drejt një jete që do të shënonte historinë e popullit tonë. Le t'i ndjekim.
Heu Gjon Kastrioti, ja ku erdi tradita që të ndahesh me fëmijën. Si duket, ky Klyshqeni s'ka dhënë për thumba, do të jetë ushtar i shquar i sultanit. Që do të shkoni. Mbreti u ngrit që me natë, gjithë bota lot lëshonin, edhe i varë friat. Pastaj djemt prani mori, i puthi e i përqafori, Shërëtiti fort i gjori, lotët qur i lëshoj. U thot, të silin mirë, të bëjni njerëz në jetë, të mos mbetni në rësirë, po të jeni të vërtet. Natë e ditë të këndonë, çdo gjuhë duhet ta dini, gjithë gjuhët ti mësoni, po shqipen mos e lini. Mirësit e Shqipërisë i mbani, mos si harroni. Shiko, bi, që o ashto ka dhe u tantë. Jo, të shoqe ma ash, ka qenë dade i biritik. Ti do t'jesh gjithmonë pran ti. Ti do t'jesh syni dhe veshja dhejot. Dhe në qofës se fëmijët e mi do të harrojnë tokën e parëve tanë, ti do të përgjigjesh përpara Zotit dhe përpara meje. A dëgjon, Marash, edhe i vdekur të vijnë ta marrë këtë përgjigje.
force Turqia, lufte madhe, trim Skander, I rrethu nga lavdia, a harrohet lehtat dhe Tanush emrin ma thonë, nga dera fisnike të pijave, I veshu me roba si lecka, ka më dhëtu në kam për të taku bashk. Kererët e vendit, han kokën e njëri tjetrit, të dish se popullit të bret, nënat nuk qanë përbit e tyre të vran nga Turqit. Ata të presin ty, mor Gjergj. Nuk është here parë që të vinë njerëz nga Shqipëria, por kupa unë bush, dhe sot ma popullit të bret, eja sa më parë. Kundër hungaresve, Skënderbeu e braktisi ushtrin turke. Turqit u thyje, Skënderbeu kthehet në atë me ushtarët e tij. Ç'është ky trup që ecën nga një shpat në tjetrin dhe nuk po ndalet? Cili është ky kalorës që ecën me kaq ngut në këtë ditë vjeshte dhe çfarë mesazhi I sill Arbëris? Kruja, zemra dhe fuqia e Arbërit me shikimin e shqiponjës rizgjuar. Atë po thërrasin, po I trokasin në dyert e kështjellës. Krur, o qytet I bekuar, prite Skënderbeu, po vjen si pullum I shkruar, të shpëtoj më mëdhe. Shiko, bi, kjo ashtu ka dhe u tantë.
Shqiptar, lirin nuk u asova unë, atë e gjeta në mesin tuaj. Erdhi momenti që ishte nevoja t'i bashkoj një trim, si Skënderbeu, që vendos të formoj një federat të arbërisë që do të funksionoj deri në çlirimin e plot të Shqipërisë nga pushtuesit Osman. Më 2 mars 1444 u mbajt Kuvendi i Lezhës, ku Skënderbeu mlodhi princat shqiptar si Gjergj Arjaniti, legjendar, Lek Zaharia, besnik i flakët i Skënderbeut, Pal dhe Nikol Dukagjini, Pjetër Spani, Gjergj Balshaj dhe Andrea Tobiaj. Në këtë kuvent u formua Beslidhja e Lezhës, ku Gjergj Kastrioti Skënderbeu u zgjodh komandanti i përgjithshëm i ushtrisë shqiptare dhe plot 25 vite luftoi me sukses kundër ushtrisë osmane. Faleminderit Lek, do vi koha që këto ligje do quhen kanuni i Lek Dukagjini. Vendi duhet të ketë listë të përbashkëta.
krejt mirë. Hamzaj u tregon turqive shtigjet. Hamza, ti ke qenë i vogël, një ku të ka marrë në brek. Unë të kam mësu si mbajt shpata. Hamza, po pse ti e bone këtë? Shpirti ju trazoj për ty gjesh të lind djalli. Po që pengoja të fëmija? Ati do t'i mbeti i vendi trashëgimit dhe jo Hamza. Por, unë jam i varfër. Gjithçka që të lind djallit është urrëtia kundër turqëve. Do dhe njerëzit nuk përkasin mu, për Shqipërisë. Për çka pra më kishe zili? Po çka e mungon të Hamzajt luk? Kuj mundë më tash me i besu? Hamzaj është i da, a i një malet i Shqipëri. Po pranver të të ti bashkë në fustarë. Të urdhëroj. A ke pa ndonjëherë o plak atë për cilin këndon? Jo, vetë se ai është këtu. Ja ku është. Në jetën e kë, je po ai. Të faleminderit pra. O Gjergj, do u tregoj njerëzve se unë të pash. Pse bërë të Gjergj? Po ndoshta populli dhe ne si e një, dhe po të vdes unë e ti e bali, do të rroj populli. A i pravë të përleshet me armicët dhe do fitojë. Çdo kush më thot se jam i tokë, dhe se turët e mia sot mund të mbajnë as shpatën, por gjithmonë të thonë se kali im ka përcen fush e det, dhe shpata ime shanë malet dysh.
Shkollë është një vend ku fillon gjithçka. Aty formohet karakteri, lindin ëndrat, ndërtohet njeriu. Dhe kur një shkollë mbush 80 vite jetë, ajo bëhet historike, e bekuar dhe mbi të gjitha frymëzuese. Gëzuar jubileun shkolla jon, qof ky përvjetor një fillim i ri për edhe më shumë arritje, suksese dhe krenari. Gëzuar 80 vjetorin shkollë e dashur Gjergj Kastrioti Skënderbeu, rrofsh edhe shumë vite të tjera e fuqishme në misionin tënd fisnik, e përkushtuar ndaj dijes dhe krenare me çdo brez që del nga dyert tuaja. Faleminderit nga zemra për vëmendjen tuaj, urdhëroni në koktelin e shkollës, mirupafshim në manifestime të tjera. Very